Them kështu bashkë në studio me pjesën e fundit të #Gjesit, po e shet në këtu topin e futbollit, e si që thamë edhe pak ma herët me Fortesën, kemi me diskutu për futbollin, por kësaj radhe pak më ndryshe, sepse panelin e kemi krejt me gra. Fortesa është në rolin e musafirës, që shëllam, se edhe Fortesa bashkë me Aferditën janë të mërzitshme, se ju ka hup Ronaldo. Faleminderit, Done, e vlerësoj shumë, është kënaqësi të jem në emisionin tuaj, po. Po e kemi Aferditën dhe fitoren që sot kanë me folë për futbol. Jemi mësu me pa Aferditën të folë për politikë, për çështje politike, për sportin rrallë kemi pa të folë. Andaj për mua personalisht është kënaqësi. Të ndonë se më vjen me i pa kryesisht deklaratat e zonjës Aferdita në Kosova Live. Po. Fa ty të kemi të shpesht. Atë është e shpesht dhe rregull, por që për futbollin, paka shumë. Aferdita, faleminderit që jesat bashkë me neve. Faleminderit edhe juve. Fitore, kënaqësi gjithmonë me të pas në studio. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit. Me pasje një studion e mirë të ngratë. Po, të ngratë, kja pësher. Të shmarë pak ma shpesht me ngjas. Studio joni ka të jep dhe dyntjesit, edhe është e ngratë edhe e freskët. E freskët në kuptimin jena në mëngjes, edhe kemi kështu. Me Aferditën shpesh kom diskutu për me pas pjesë programit mëngjes, dhe gjithë më ka thonë, o mabre më sënë që herët. Nuk jom tipi mëngjesit, Qona, ona herët krejt njerëzit mu me uqu herët. Po vetë gjithmonë s'jom tipi mëngjesit, dhe më thonë, mas dite, mramje, funksionoj ma mirë se sa në mëngjes. Okej, ka këj pasion për futbolin, Aferdita? Se për fitoren e dina krejt. Po, une do në futbol këmë shyrë si fëmi, dhe më thonë, baba jam, i ndjerë, ka pas gjithmonë ka shiku futbol. Të dajtë e mesarë këmë shku gjithmonë, dhe më thonë, kur ka pas futbol, që su diskutu, dhe më thonë, që shkanë thonë as një fjallë. Edhe aty e kom pas pasionin pëstaj për futbolin, pra mu ka si fëmi dhe kam vazhdu gjithmonë me këshyrë futbol. Shoqët e mi edhe ta primit e mi e din që kur për shamull, kur lunë Ronaldo, ti mu munësh me më thirë, ku me ditë qa me më prua dhe nuk kom qatë prej shpi, sepse du me këshyrë ndeshën që lunë Ronaldo, pro gjithmonë e kam pa futbol. As në emision nuk shkanë kur lunë Ronaldo. Jo, bile mirë. Se përjetove në 2 net më parë. Shumë keq, edhe nërsa këni pa, Doni ka pa pësimit e mija në Facebook. Ka qenë, nuk i dita, shaj ende nuk e ka thonë që është botrori i fundit, por realisht kuptohet që mund tjetë botrori i fundit për shkak të moshës që ka, dhe më thonë, si 21 vjeqarë, mas 4 vjeti vjen 25 vjeqarë dhe shumë kush mundet me hamensu që nuk do të luaj, ma merë keq në mënyrën se si përfundojnë ndesha, sepse të gjithu përgatitëm që ndesha po shkon në vazhdime dhe t'jepet një gol në minutën e fundit, dhe më thonë, ke pak e ranë. Me gjithat të kem parasysh se Portugalia ka lu kundër Spanjës, nuk ka lu kundër ndonjë ekipi që është ma i dobët. Spanja të gjithë e dim ka përveç ligën e Portugal, La Ligën dhe na të gjithë kënaqëm të e pa futbolin e Spanjës, e ka dhe një skuadër jashtëzakonisht të fortë. Që është një prej pretendentëve është një prej favoritëve për me fitu botrorin, me gjithat edhe Portugalia ka ba lojtë të mirë, ka pas një skuadër të mirë, por ka njerë edhe futbolli është fatë. Po ku me ndonë që ka problemin tek Portugalia, se me fitoren e kemi diskutu në emisionet para prake, dhe më thonë këtë problemin e Portugalisë për themi në thojza, po ti në bazë të analizës dhe parashikimeve tua, ku me ndonë që ishte problemi i Portugalisë në këtë Dëgjo, Portugalia, aqë sa unë e pash, ose aqë sa unë dojsha me pa në mënyrë të tillë, e pa problemin të ndoshta të mes fusha, për shkak se nëse ti e ki një sulmus dhe nuk i pason top, ata e ka të pamundur me dhonë gol, se s'mundet me marrë topin, me gjetë topin edhe me dhonë gol. Me thonë, për qëta është mbrojtja mes fusha aty, edhe Ronaldo s'po mdo kësi shpesh herë i kanë mungu topat, sepse të gjithë e dim se Ronaldo vesh një mundësi me pas e gjen golin. Dhe nuk e ka pas, shpesh ka kemi pa individualitet pjesa tjetër e sulmusve, kështu që ka qenë handicap pak për... Që është kritiku kombëtarja e Portugalisë në këtë fund që po luan individualisht dhe jo në mënyrë grupore.
si që ka bërë nështë Argentina me Messi. Argentina pram kalu, Argentina kompakt. Argentina ka një stil të tjetër të futbollit. Do të thonë, po thuaj se gjithë ekipi lun për Mesin. Është aty kujt si pëlqen ta kolekte me qenë me Mesin, kanë më shkruar se te ekip. Te ekip që s'pëlqen. Jo, s'ka të bëj po. Nuk ka të bëj po. Për një Argentina lun një futboll tjetër. Do të thonë, e gjen Mesin, e gjen Mjagjunej po. Ndoshta e ndihmojnë ndjesë po të ndërprejmë, ndoshta ndihmojnë kuptimin që Messi është ndoshta prej lojtarëve më të mirë dhe e din që ajo është ajo forca e ekipit. Edhe shpresat edhe vetë ekipi i ka të aj. Edhe Ronaldo është prej lojtarëve më të mirë. Po gjithatë Ronaldo nuk e kanë përkrahur ekipi vetë. Po jo, dhe unë që ta vëdhëm, dallon mes ajo se si lunë Portugalia dhe si lunë Argentina. Ne që ta pëtojmë krejt? Ne e kemi e pam për shembull që me çdo kusht Argentina po mënohet që Mesin me bërë golashenusin më të mirë. Do të thonë me çdo kusht, do të thonë ata po punojnë, edhe mirë që punojnë se kanë lojtarin më të mirë në ekip, normal që të gjithë e dim që aura Mesit, aura e Ronaldo si më ne kemi pa çfarë tifozërie në herë ka pas, do të thonë tifozërin, po flas tifozërin jashtë stadiumit ka qenë një tifozërie çmendur për shembull për Ronaldon. Te Ronaldo kemi pas që mira njerëz që kanë shkuar te hoteli veç me pa prej dritares hotelit e Lemos, po Lemo në stadium çfarë ka ndodhur. Pra ajo që është që dallon loja që bën Portugalia dhe dallon loja që bën Argentina. Po kjo ka të bëjë për shembull pak edhe me trajnerin se si e organizon trajneri, si i organizon lojtarët. Fitore, kemi pa gjatë krejt këtyre ditëve dhe shumë surpriza, le të themi ashtu në thojzat disa kombëtarëve që nuk pritej që të jenë këto ku janë në çerezfinalen e kampionatit botror, që njëra prej tyre është Norvegjia, që pak a shumë e ke parashikuar që mund të jetë një surprizë këtij edicioni, që e eliminoi Brazilin. Po, nga pjesëmëritë e mia, Norvegjia është ekipi që këtu sot në çerezfinale që është me plot merit. Përveç një ekipi të organizuar, një skuadër fantastike me lojtarë të rinj në moshë, ka arrit me bë lujt mirë, ka arrit me organizu mirë dhe me mpush një ekip si që është Brazili, që me ekipin që i ka, po thuj se hynë edhe ajo në mesin e favoritëve, në mesin e më të mirave, dhe për me mpush me një luj që më jamojt posedimin Brazilit, me i shënu 2 gola Haaland atëherë për mu e perfeksionon një ndeshje të tillë të Norvegjisë dhe e dërgon shpen një kombëtare si Brazili ku edhe disa lojtarë kushtojnë me miliona. Dhe për këtë fakt, Norvegjia mbetet ekipi në çerezfinale që është me i Rio, do të thonë nuk është as nga mesi favoritëve, jetë surpriza e këtij botrorit. Dhe është mirë që është ato, sepse... Që nëse s'gabojmë duket është edhe për herë të parë në për seri herë të të parë mas 28 viteve. Dhe kjo është arritje e madhe për ta, dhe besoj që do t'i krijojnë shumë probleme Anglisë në çerezfinale. Dhe me pak fat mundemi me pa edhe në gjysmëfinale. Okej, po për Ronaldon, eliminimin e Portugalisë në këtë fazë kaq të hershme, cili është mendimi atë se i kena tash një tim dhe Ronaldo dhe tim Messi, se Italia është tim Messi, kështu. Mirë e tha që ekipa se ka mbështet aq sa duhet, tu e pas parasysh që ki mes fushën pothuajse më të mirën, ndër mes fushur më të mirë në botë, Vitinhën, João Neves dhe Bruno Fernandes. Atëherë mendoj që kritika duhet me shku tek mes fusha më shumë se Ronaldo, sepse Ronaldo është sulmues dhe përderisa është sulmues ka me prit topat që kam ja dërgu edhe mes fusha, po edhe ansurët. Ansurët kanë qenë shumë të limitum, duke pas parasysh që ka pas sulmues krahut tjerëza, kanë shumë e kompërmenë si që ka Leon, Conceição, Joao Felix, Pedro Neto, mirë po kanë arrit mos me tregu më të mirën e tyneve. Dhe duke pas parasysh që ti shkon duke u përball me ekipe hala dhe më të forta, atëherë do të me tregu edhe shumë a shumë cilësi lojtarët. Dhe Bruno Fernandes duke qenë asistuesi më i mirë në Premier League,
Vitinja dhe Joao Neves të mesfushorët të pothuajse më të mirët në botë, sepse e fituan edhe Champions League me Paris Saint-Germain, atëherë të mos me pas asnjë pasim Joao kyç. Neves që pati një deklarim publik që a mendon se ka ndikuar ndoshta edhe kjo në atmosferë të ekipit të Portugalisë? Në përgjithësi çdo deklaratë e tillë ndikon në krejt ekipin, sepse fillon mu zhve ajo vlerësimin ndaj një lojtari si Cristiano Ronaldo. Ndonë se ai nuk e shfaq, mirë po vrejet ai në çmimin ndaj tij që ja bëjnë, sepse nuk është një lojtar sikur ne tjerët. Ai është më i veçantë, sepse ka një karrierë gjatë, ka tituj të fitum, ka topatar të fitum, dhe nuk është rastisht ato tek top 3-shja më të mirëve. Dhe për këtë, thash, duke pas parasysh që e ka pas asistusin më të mirë dhe mos me arrijë brenda 90 minuta me pas një pasim kyç, që në futbollin, në zhargonin futbollistik është sikur një asist, atëherë besoj që ka ndështu shumë mesfusha e Portugalisë. Sepse kanë ardhur si kombëtare me si një kombëtare favorite, le ta themi ashtu. Lojtar të mirë. Edhe Fortesa ka pas një postim në Instagramin e saj personal për Ronaldon. Doni pavarësisht që unë nuk kam qenë asnjëherë ajo fansja e flakt e Ronaldos. Unë jam tim Messi, bashkangjitëm këto juve dyve. Megjithatë, unë e vlerësoj shumë punën edhe përkushtimin e Ronaldos në ndërvite. Pra, me aq sa ne kemi po, është i rregullt në stërvitje, është i rregullt në ushqim, nuk ju ka ndal asnjëherë qëllimit vet. Edhe kjo është diçka për tu vlerësu, edhe që mendoj që duhet ta marrim shembull të gjithë ne. Pavarësisht moshës që ndron shumë fresh, pavarësisht që u eliminu, kjo nuk e zbeh punën edhe krejt ato çka është Ronaldo. Edhe kam bri, unë thash që nga njëherë kupe nuk e merr më i miri, por ka njerëz që i marrin zemrat e botës edhe pa e ngrit një trofej, sepse madhështia nuk përcaktohet veç nga trofejt. E ka edhe Afrodita në një farë forme që... Edhe unë ndiva keq, për herë të parë në jetën time, unë ndiva keq, kur e pash Ronaldon as shumë të emocionun, as shumë për lotën, i cili tër këto vite ka fillu karrierën shumë herët nëse nuk gaboj 16-17, kur ka luajtur në kampionat botror për Portugalin, edhe unë e mbaj mend shumë mirë. Do të thotë unë kam qenë vogël edhe e këshir shumë bashkë me qikat e mahallës, e kemi pas një simpati pak për hjeshin e ti atëherë. Edhe mbaj mend shumë herët edhe e di krejt historinë e ti, e di krejt historinë e familjes ti, se më ka interesu sigurisht se një njeri që është do shta prej njerëzve më impact. Më të famshëm, më me ndikim, më të suksesshëm në fushën e vetë. Edhe ka punu ka shumë ndër vite, ka pas ka shumë disiplin, ka investu ka shumë nga vetja vetë, edhe prap e pati kampionatin e fundit, shansën e fundit, deri tash. Këtë isha duke thënë se tha dhe Afrodita që nuk ka deklaru që mund t'jeti fundit, ose është i fundit kë kampionat, por që e pam në fansat në për gjithë botën, në për krejt botën, të bo festat të ndryshme lam të mirëse për Ronaldon, me drona, me senet të Jo, kjo nuk më pelqen, nuk e di. Nuk e di, të e njoftë me atë sa një, atë përkushtimin e Ronaldos edhe luftën e Ronaldos edhe atë dëshiren e madhe të ti për futbolin, nuk e di ja do tjetë. Ndoshta, mund ta kemi edhe me një kampionat. Ashtë në kampionatin evropian, mund ta kemi. Megjithatë nuk dihet si do tjetë performanca e tij. I botës, a mendon që është i fundit? Jo, po folën për botrorin. Po folën për botrorin, unë mendoj që është i fundit. Është problem shumë me arrit botrorin e ashëm. Po dësë është, jonë edhe 4 vjetë në pyetje, jonë 45 vjetë. A kemi pas një rast nëse nuk gaboj, Ibrahimović ka luajt deri në 40 ma shumë se 21 vjetë. Jo, nuk ka pas as një rast tjetër, sepse... Po Ibrahimović është dalë, pastaj e kritikoj që Ronaldon, Po, e vazhdimisht e ka kritiku nga fillimi. Po, ajo është kamarak mi kritiku lojtarët që kanë... Nuk është Ronaldo ai personi adekuat tek Portugalia që dosh me i drejtu gisht. Fakt. Për shkak që e thash, janë një zinxhir tjetër, duke fillu edhe prej trajnerit. Edhe prej trajnerit i cili edhe u dorëhaq. Unë mendoj që
ka fitu një ligë kombeve këtë trajner, po nuk ka qenë trajneri adekuat për këtë kombëtare, sepse ka shumë cilësi dhe duhet një trajner shumë i fortë që arrin mi përdor mas mirë kartat që i ka në dispozicion. Sepse nuk shkon me një lojë mekanike. Unë thamë Portugalia me këtë trajner bën lojë mekanike. Sepse ka një qëllim me marrë topin me qitë tek ansort në krah edhe një kryesim del ku del. Pas ato kryesimet nuk kanë ardhur. Dhe për ata ka met Ronaldo i vetmuar, duke kërku edhe me prit, duke shku me prit ndonjë top në mes fush, me marrë edhe me nis aksione. Mendon që do të jetë botërori i fundit për Ronaldo do të jetë botërori i fundit, sepse edhe në ligë është ajo vazhdimësia e tij që forma po shkon duke i ra, edhe presioni shkon duke i rritur. Presioni shkon duke i rritur për shkak të faktit. Dhe kështu që është më mirë me Elan duke qenë më i miri atë, sepse sesa duke humbat shkelqimin me ego. E dim që Ronaldo e ka pak egon. Mirë, por e besoj që edhe ai e ka kuptuar që është e fundit loja, kampionati i fundit. Për evropianë se arrin mundet me arrit veç nëse pranon të jetë si rezervist dhe të jetë sikur ai lojtari që kam i ndihmu në zhveshture me motivimin e tij, duke i motivuar lojtarët e ri. Si një kapiten jashtë fushë, le thash. Jo, mendon jo lojtar në fushë? Si rezervist e tha? Nuk besoj që ka me... Të ketë pak minuta, ndoshta. Ka me qenë, sepse 2 vit janë gjata dhe po shkon duke u rritë edhe ritmi ndeshjeve, edhe ka shumë peshë të madhe çdo sezon, sepse një sezon i gjatë me 45 ndeshje edhe në Arabi ku lun, është shumë e vështirë për ta me arrit, sepse po e shohim, nëse ai është në gjendje me i përballu 90 minuta, mirë, po nuk mundet 90 minuta me qenë me sprint, e shohim që në 100% e tij. Nuk mundet me e kanë në 100%. Shto faktin këto që edhe në kampionatin evropian shumica e lojtarëve që luajnë në liga pak mira të po edhe tash është gjeneratë e re, janë ka për shembull Yamal ka 18 vjet, 19, domethënë janë gjeneratë e re, janë kanë elan tjetër, fuqi tjetër, po megjithatë me gjithë moshën e tij që e ka, Ronaldo është me konsistencën. Me konsistencën që kam pas, besoj që për shumë vite lojtarë të tillë s'kena me pa. Jo. Ne kemi me fol për epokën e Ronaldos dhe pas Ronaldos. Dhe më thonë, asa epokën Ronaldo-Messi dhe epokën pas tyre. Ne për shembull gjithë i kujtojmë kohën kur ata dy kanë qenë në Real dhe Barcelonë. Kur nuk ka ndodhur që një El Clasico me pas emocionin kur kanë luajt ata dy. Edhe kampionati tjetër pa Messi pa Ronaldo nuk ka më pas vibe-in e njëjtë. S'ka. Edhe rivaliteti që ka qenë mes klassikove në atë kohë nuk është më i njëjti. Jo, absolutisht, do të thonë mu lirisht mundet me më kalu që tash një El Clasico edhe harraj bile, apo din, se nuk e ka më atë emocionin. Do shta i vynë edhe shumë vite, qoftë Yamal, qoftë Neymar, që i këta lojtarët Madrid, që po pëlqen shumë, nuk po arrin me pas aurën e tyre edhe konkurencën me gjithë njën, për shembull Yamal nuk e ka një konkurent të Realit që edhe tifoseria mu da në dësh, do të thonë tifoseria është që e pëlqen Realin, e pëlqen Barcelonin, po s'ka mo jo me Ronaldon, jo me Messi. Dhe më thonë, nuk është ajo kohë kur ka qenë. Dhe më thonë, kur është lujt ndeshja Real, Barcelon, ti jo vetëm këtu, po në gjdo kund botë ke pas tifozerin ma të shmendur të mundshme, tifozerin e ndamë. Dhe më thonë, ka pas rasti kur ka hubë Reali, për shembull, tifozeria e Barcelonës me çfarë entuziazmi, anën tjetër, dhe më thonë, ka një tifozeri e çmendur. Si të dyja me qeni adhurusët mëdhaja të futbollit dhe i pëlqen edhe keni favoritët e tyre Messi, Ronaldo, çka mendon në të ardhmen, pas parasysh që tash veç kemi lojtarë të ri të mirë, cilët po pëlqejnë shumë, siç është Yamal, është Mbappe, shumë të tjerë, apritet dikush ndoshta me ju ofru kësaj me pas me krejt këta urën dhe karrierën që ka pas Messi dhe Ronaldo për krejt këto vite? I vetmi që mundet me ju ofru është Mbappe. Për shkak që edhe ai ka nisë shumë moshë të re dhe ka fitu titull qysh prej debutimit tim në Monaco me Francën botëruan e 2018 dhe duke vazhdu me këtë karrierë, ai mundet me arrit që me fitu ndoshta një botëror brenda këtyre viteve, sepse mosha e tij ja lejon që të jetë
pjesëmarrës se po ka dhe 2 botërora tjerë. Edhe nëse kë vazhdon me pas atë konsistencën edhe të njëjtë, performancat e lartat, atëherë mundemi me pa Mbappen që ju afrohet. Po është edhe halla nuk është larg këtyre, ndonë se është vetëm si sulmus në shpyk që thuhet, atëherë ka me pas edhe këp numër të madh të gollave. Po e dëshmon edhe tash me Norvegjin. Po, qiftet që finaliste. Dole me shpak, po themi na që s'ka lojtarë të mirë, po, ka lojtarë të mirë, po nuk kanë arrit me sjell ende futbolin si që ka bo Ronaldo edhe Messi. Dhe më thonë, neve nuk të themi... Ta kanë qunë në nivel tjetër. Ta kanë qunë futbolin në një nivel tjetër. Dhe më thonë, nuk kemi ende një gjenerat të tillë si që kanë qenë Ronaldo dhe Messi në kohën kur kanë lu për ekipe në Evropë. Po. Qiftet që finale tashmë veç se janë konfirmu pas ndeshjes së mbrëmshme të Zvicrës me Kolumbinë. Kemi Argentinën me Zvicrën, Marokën me Francën, Norvegjin me Anglinë dhe Spanja Belgjika. Qësh me ndoni që kanë me dalë këto ndeshje? Na një parashikim kështu si tifozët të futbollit. Afërdita, Argentina, Zvicra, a dolin parashikimet? Dëshira jam është me fitu Zvicra. Dëshira jote me fitu Zvicra? Dëshira jam është e madhe me fitu Zvicra dhe shumë jom ndi mirë mbram kur Zvicra e ka kalu Kolumbinë dhe ka arrit në qere finale mas 72 vite, sa ishte për herë të parë. Shto këtu se me Zvicrën e kemi një farloj empatie për shkak të që luajnë Granit Xhaka dhe të tjerë. Shumë do të isha pasësirë, po e sho Argentina është e kepi fort dhe folëm pak më herët në mënyrën se si luajnë mirë, po nga njerë futbolli është fat dhe uroj që këtë fat ta ketë Zvicra, dhe më thonë që ta kaloj edhe të plaj edhe unë rahat më sta shumë Mesin. Okej, qëto ka problemi? Mos me shku Mesi për para. Jo, se krejta, tifozat e Mesit thonë që këta... Gara me fitu në ekip tjetër kësa i duket sikur me fitu... Kupën e botë. Ronaldo këtë problemin e kanë qysh mësë me pa Mesin, mo jo, boja gore, po do të kisha... Mesi është jashtëzakonshme. Do kisha pas të shirë të jashtëzakonshme me pas Zvicrën që shkon në gjysmë finale. Kjo kampionat e ka dëshmu që surprizat në mundojnë, nuk ka pos ekipe që personalisht ka befas unjerën, ka befasit, ka qenë edhe Egjipti mbrëm, më thonë ka bo një loj fenomenale diri pak para 15 minutat e fundit. Maroko, Franca? Franca, menoj që pavarësisht që edhe Maroko ka qenë edhe kjo një surprize, nështë ta për faktin se ne nuk janë ndjekum ligën, ne nuk e dim fort mirë kush luna atje, mirë po për mua ka... Diçka ka përshqipjen, se po ndërprejton kohën, nuk e dim se ndjes, përsh po ndërlidhe muhabet, përgjithsi si Kosovë, kështo, krejt njerës në Kosovë, nuk o që e përcjellim shumë Francën. Jemi Francat flak të Argentinës, Zvicrës. Po. Amo është një numër i vogël e atyre që ka një dashni shumë të madhe për Francën. Francës janë njohëm disa lojtarë, se lojtarët e Francës luajnë për ekipe të mëdhaja që ne i përcjellëm për shembull. Edhe të pas parasysh që janë njohëm lojtarët, atëherë e dim kapacitetin e Francës. Dhe unë menoj që Franca do e kaloj, dhe më thonë është favorit Franca dhe Franca do kaloj pavarësisht se surprizë ka qenë edhe Maroko. Norvegjia, Anglia? Anglia më ka befasu Norvegjia, qëfar futbol e ka ba, dhe më thonë, ekip dhe kur përfundoj këtë ndeshje dhe kur fitoj këtë mënyra se si e festojshin, ata ndeshjen ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Ma e veçanta. E jashtëzakonshme ka qenë. Unë menoj që unë do doja që jo Anglia ta mund Norvegjin, po unë jam tifose që Anglia të jetë ta qoj kupën e botës lartë. Spanja, Belgjika? Nuk s'po di, do doja të fitoj Belgjika, të merë hak. E prita me përgjithje. Se po bona shumë reale. Dhe që të dy ekipet, jo të mira, nuk është që e kom pa një Spanjë në nivel jashtëzakonisht lartë, pas parasysh që e dim krejt qëfar fuqie ka Spanja dhe qëfar futbolli e bën Spanja, nuk e kom pa në atë nivelin e lartë, nuk di do doja, seriozisht ta fitoj Belgjika dhe ta shoh Belgjikën tutje. Okej.
Për pysë fitore mas njëna po dalë edhe të të shkort kështu këto parashikimet të tua. Më isha ndalë me tekst veçan tek Zvicra dhe Argentina. Po? Sigurisht Argentina, po. Po dhe Zvicra nuk isha pas qef në shta me hu, për shkak se aty e kemi kapitan Gjakën. Po që tash kemi prejlitare më të mirë dhe... simpatit të veçantë për Zvicrën, po dhe në ndeshjen e mbrëmshme e pam që nuk është pat një lojë shumë të bukur ose kompakte për me na bind, që ndërsa është rrezik potencial për Argentinë. Le të themi të drejtë. Kështu. Argentina, futbollit si dihet. Argentina. Maroko, Franca. Po shkoj me parashikimin e fillimit tem që shikon parashiku edhe gjysmë finalet dhe finalet. Franca. Norvegjia, Anglia. Anglia. Spanja, Belgjika. Spanja. Okej. Francë, Spanjë. Angli, Argentinë. Finalja, Argentinë, Francë. Argentinë, Francë. Ma Vasilik, Anglina. Inshallah nuk dolin. Ata kanë një frasë që shkojnë të kruni me fillim janë dyqysit papat, në fundit janë papat, me që shala kësaj radhe kanë pat. Edhe në prej fillimit të kampionatit, madje edhe në emisionin favorit këtu të sportit, në të shtatë kam thonë që Franca besoj që ka me fitu këtë edicion Kupën e Botës. Ti the që fiton Argentina. A Zvicra prishet me fitu? Argentina. Kupën e Botës e krejt Argentina. Vjesëm. Kupën e servirën së A e drojmë pak që të muhabet, a? Maroko, Franca, jo tash parashikimit. Maroko, Franca. Norvegjia, Anglia. Norvegjia, Anglia, Norvegjia. Okej, interesant. Po, se Norvegjia këtë kampionat është bukur, është ndezur, bukur shumë. Polonia është zakonisht mirë. Spanja. Okej. Belgjika nuk njihet që ka ndaj kombëtare shumë të fortë në futboll. Jo, e ka. E ka, po krahasuar me Spanjën, Portugalinë. Spanja është. Kombëtaren të mirë e ka, po nuk e di, me aq sa keni po, na mundemi me e marrë si referencë ndoshta edhe krejt kështu tradicionalisht futbollin në shtete të caktuara. Se dim që shembull Argentina prej Maradonës ka prodhu futbollist mirë. Brazili, por u eliminu herët. Kësaj hera nuk është në formën e tij më të mirë. Për atë arsye po them, sa mundemi me u bazu, nuk e ka rastësisht që Belgjika nuk njihet që ka një kombëtare shumë të mirë në futboll. Po dalim jashtë momentit ku jemi. Për shembull tek Italinë, që ne të gjithë e përcjellëm edhe ligën, Serien A, domethënë mënyrën se si duhet aty jemi tifoz të ekipeve, dim çfarë futbolli bën Italia dhe çfarë futbollista prodhon Italia dhe nuk e ke në kampionat botror. Çka po ndodh me domethënë çaj është kanë herë është fat apo den. Edhe ne si Kosovë do doja shumë që Kosova të ishte, jo do doja, po do isha që Kosova, tepër e lumtur që Kosova të ishte, po a ishte ndeshja e fundit. Që as fazën e grupave se kaloi. Ndeshja e fundit një gol dhe na eliminoi. Domethënë kanë njerëz është edhe çështje fati. Çështje fati. Fitoria e parashikoi pak a shumë edhe finalen e botrorit, Franca-Argentika. Po. Fituesin son po them se ndoshta. Për ty afërdit finalja? Unë do doja Anglia me fitu. Në finale me këtë përballet, me Francën apo me... Të thonë të me Argentinën edhe me mujtë. Apo Spanjë. Jo, unë besoj që Franca me ekipin që ka do jetë stutje, por si do qoftë, unë shpresoj shumë që Anglia kësaj radhe të fitaj. Për te sa? Finalja për ty? Finalja Francë-Argentinë, Messi ngrit Kupën e Botës. Për herë të dyta, po përsëritet historia edhe një herë. Është e dyta, do të thotë vesh një herë. Ai me shumë me apo çfarë referat e 2022-ën e ka fitu kundër Francës. 2022-ën po. Çfarë referat e pramshit me shumë mja dhon Messit me vetja. Argentinës aty ka gjasa që... Jo, unë si fanca e Messit, po të eliminoj Messi, nuk do të ja uroj atë njëjtën gjë Ronaldos. Jo, s'po juroj kur gjo, s'po juroj kur gjo. Po vesh referat me shumë me alon që ata që i ka pas. Mendoj që se cili du të me ta merë meritat për ato qka. Nuk jenë keq prapë se prapë që Ronaldo është diskualifikur. Që epoka Ronaldo dhe Messi është epokë që
është nivelit tjetër. Kemi me Kom folja dhe... përshtypjen që ndoshta edhe kampionatet e ardhshme prap kemi komentu Mesin, Ronaldon, ka me na mungu prezenca e tyne, performanca e tyne, shumë shka tjetër. Ka me na dikush në gjashëm si Mesi, në gjashëm si E kam edhe një pyetje në general, me që jemi duke folur për futbol, jemi 3 gra këtu në studio. Sa me ndoni që, ose është e vërtet ky miti, ky paragjykimi, nëse mund të them kështu, i ndaj grave që ndoshta nuk kanë shumë njohuri për futbollin? Po ta është ti, na të trija tu kem njohuri për... Unë për dallim për jush, ndoshta më së Që paku. për shambullin e i kumpa statusat e Afërditës, po u surprizova për të mirë, për mënyrën qysh po e njeh ka... Megjithatë nuk kemi shumë gra, ndoshta si Afërdita dhe si Fitoria. Dëgjoj, jo, varet... Se fare nuk më pëlqen kur paragjykohen që gratë nuk din futboll, Unë e nuk gratë. lodhna për paragjykime. Do më thonë, asë nuk menoj që për paragjykime unë, më pëlqen futbolli, e shoh futbollin dhe e shoh me pasion futbollin, nuk e shoh si një shikues e thjesht, ma ka lëshu dikush televizion edhe pe shoh. Jo, e shoh me pasion e ndjej futbollin, do më thonë. Një kohë ma herët kom qyrë dhe basketball, po basketballin e kom lanë masënej se nuk i di as vetë për shkak kohës, ama futbolli diçka që unë kur të lunë Kosova, unë të komplet ndeshën e qyri që qështo. Do më thonë, komplet jam e emocionume. Njëjtë është kur lunë Ronaldo. Do më thonë, është diçka që unë e shoh me pasion. Për ndryshe krejtet në fanelat e Ronaldo sa Afërdita i ka? I kam të gjitha ekipe, ndërka që fanelën e Portugalisë që kom pas me vesh, po mos i hupi se vesha, s'u eliminu. E kam drejt për drejt, ma ka ble një koleg i në Portugali, në kryeqytetin e Portugalisë, kur ka qenë një herë për vizit, ma ka pru qëto dhurat, da se më qenë se një tipoze merë dhe panelën e ti. Fitore? Interesante kjo. Një mendim i yt isaj për këtë pyetjes time, sa din gratë ose sa marrin vesh një gratë në futboll? Unë menoj që ka shumë qika që kanë njohuri përgja shumë për futbollin. Përveç atyre që e shikojnë, që shëta dhe Afërdita me pasion, kanë njohurit, kemi edhe ato që luajnë. Ato që na përfaqësojnë garat ndërkombëtare. Që përbojnë një punë jashtëzakonisht Po, tash janë në mirë. fazën e play-offit. Të njëjtën pikë ke kombëtarja e meshkujve në play-off të botror, të njëjtën pikë është tash me kombëtarja e femrave. Dhe unë kam thënë, edhe kam bë shumë thirrje që me shku ato çika mi po në stadion. Qëllimi jem prej daljes parë në televizion është kanë me ja u thy mendjen shikuesve, njerëzve që edhe qikat e din për futbollin, merren me futbollin edhe dojnë futbollin. Nuk ka rëndësi gjinia. Thjesht është ai pasioni një që ndajmë. Po, është e drejt Sepse pyetja. në fush është ka dallime, në fush ka dallime. Është Është drejt- fiziku ndryshe tek femnat, fiziku ndryshe tek meshkujt, është ritmi i lojës ndoshta më i shpejt tek meshkujt, ndryshe është tek femrat. Mirë, po kur është puna për shembull kombëtarja, atëherë përfaqësimi është i njëjtë. Kur është pyetje kombëtarja si meshkuj si femrat, përfaqësimi është pothuaj gjithmonë i njëjtë, sepse është për të mirën e kombëtares. Qëllimi është më ngri sa më lart Kosova. Dhe kjo është qëllimi jam, që më ndru mendja njerëzve që mos më binë që femnat nuk janë për futboll. Sporti nuk ka gjeni të caktuar. Thjesht ka një sport që dominojnë më shumë meshkujt, një sport tjetër që dominojnë më shumë femnat. Edhe këto shembullin më të mirë tek sporti kemi që medaljet olimpike na kanë ardhur nga sportistët, judistët femra. Jo, vetëm ta plotësoj pak Fitoren. Se pyetja jote kjo është shumë e drejtë, unë dhash përgjigjem për veten time, por për shembull te mënyra se si po luhet kur luan ekipi i Kosovës në futboll, krejt janë në stadion. Kurse kur luan ekipi i femrave, as nuk raportohet sa duhet se sa lema të shkohet në stadion, për shka edhe pse ato femra janë të bënë një performancë jashtëzakonisht të mirë, dhe më thonë janë shumë afër kualifikimit dhe mu vjen keq që kanë nuk për ju jepet hapësira sa duhet ekipit të femra që po luajnë për Kosovën. Unë po e cekim... A do të këto politika ndoshta ti përkra më shumë? Dëgjo, politika... Nuk po të rastësisht me që dhe i shpeshere... Jo, tash nëse po folim për politikën, politika duhet, ose Ministria e Sportit që është kompetente, duhet e investoj sa ma shumë në futboll. Ne kemi një gjenerat jashtëzakonisht mirë që luan edhe për kombëtaren e
meshkujve në futbol edhe të femrave. Dhe shteti çdo kohë, nuk ka imazh më të mirë se sa nuk ka pas imazh më të mirë për Kosovën se sa tek shumë pas futbollistët tonë të lundë në botëror. Dhe më thonë, as diplomacia, as për kus që arrit me ba, ato çfarë do të abonte. Edhe deri më tani, nuk ka arrit absolutisht. Diplomacia jonë me internacionalizu çështjen e Kosovës aq mirë që ka ba futbolli i Kosovës. Për këtë punë, politika do të me investu në stadiume, ne ende kemi probleme me stadiume, do të me investu në gjenerata të reja, do të me investu në gjithçka që lidhet rreth futbollit. Ne jemi një vend që e dojnë futbollin. Do me thonë, në përgjithësi ne e dojnë futbollin. Ne shkojmë bëjmë kilometra, unë e di për vete, kam bën kilometra, me shku për herë të parë me po ndeshjen në Shqipëri kur ka pas luftë për Ukrainën, me Ukrainën mas luftës, se nuk e di, ne ka pas që jam mërdhi, po kam bën kilometra, njerëz ka që bëjnë kilometra me shku me qyrë futbolin se janë e dojnë futbolin. Do më thonë, kështu që dohet shteti me investu në fusha, në ato që i takon shtetit, dhe jo mi alon krejt barën Federatës së futbolit të Kosovës, e cila po bëjnë një punë të mrekullueshme, por shteti, anë kohëmis që kemi fusha jo të mira, bari s'është të mirë, ajë s'është të mirë, kjo s'është të mirë, kjo është punë shteti. Shteti do të me da buxhet të veçantë për me ndihmu futbolin. Jo vetëm futbolin, po çdo kategori të sportit. Po me gjithatë shteti nuk pëndrin akoma me... Me qenë se kem të folë për futbolin, unala ma specifikisht të futbolit. Ka dhe shumë fushat të tjera, ndërsa sportet të tjera që sidomos Ministria e Sportit i ketë sytë ka ata sportet, sepse jemi dëshmitar që kam... Sepse kur po arri suksese, po na pëlqen kretëve po duar trokitin, edhe po mburremi me punën e tyra. Kur po vjen puna me investu, po heshtemi. Ishte kënaqësi të ishim bashkë për këto minuta, diskutimi, po besoj nuk kam ndalu as në kafe tash kur shkojmë me pi kafën, por që për emisionin e kemi të kalu edhe minutazhin e emisionit për 7 minuta. Dikush, në jo rastisht e kemi topin këto. Po. Unë afërdita jena me shtikla, fitore, pak kështu për me bo një mbyllje spektakulare me fitoren. Duke ju falenderu që na keni ndjekë që nga ora 7 e mëngjesi deri tash, dërko e kemi fitoren këto, fitoria po besoj që me matë është shkatët hajtë... është edhe trajnere e futbolit, që që nuk përbesi që e ka problem. Opa. Terinin e kemi pak të papërshtatshëm, po jena në rregull. Kështu që... Ndërko nuk të ka kap kamera mjaftueshëm, hajtë fitore, veç edhe njëra. Okej, a me do më qënë. Dhe me bo më do këtë një histori. Jo. Ko. Se kështu e të gjithë në këtë. Bravo, fitore. Falenderit shumë fitore. 40 vjetë që e kom lënë, kështu që... Po si trajnire tash do të qojnë më shpesh në fush edhe bashkë me topin. Presoj, falimderit. Falimderit shumë edhe për këtë show që e dhurove bashkë për publikun tonë. Merci.